Nuk ka stopuar si... Ndikohen se... Nuk po them ka stopuar hetimet, por nuk e ka patur atë vrrullin e mëparshëm. Ka qenë konstatim ky, apo është ka qenë perceptim? Mendoj që për çështjen e Belinda Ballukut, të ish zëvendës kryeministres, SPAK-u bëri një përpjekje të fortë edhe në nivelin e parë, edhe në nivelin parlamentar, pra duke kërkuar heqjen e imunitetit, ose se ata imunitet s'kan prej 2012-ës formalisht, por kërkimin e lejes për vijimin e procedurave. Dhe kjo ishte shenjë që drejtësia mund ta bëjë një përpjekje edhe në mungesë të atyre erërave të favorshme që vinë përtej oqeanit. Por unë mendoj që ardhja e ambasadorit të ri do ta fuqizojë edhe më tej këtë përpjekje. Pra do t'i dali krah institucioneve drejtësisë dhe SPAK-ut. Po, Nesuri? Shiko, fakti i mungesës një ambasadori patjetër që fillon të interpretohet në lloj formë. Mos harrojmë domethënë që edhe ardhja e ambasadores amerikane të Atinës këtu përbën lajm. Dhe ky ishte një element, madje pati lloj komentesh. Edhe nga ata që thanë ne e kemi tashmë ambasadorin, do jetë ajo e Atinës. Ndoshta edhe ky ishte një mënyra se si edhe u operua mediatikisht edhe ndaj vizitave që zënja ambasadori bëri në Tiranë, edhe ky mund të ishte edhe një arsye më e shpejtë për ta sill direkt ambasadorin në Tiranë. Aq më tepër që edhe kushtet në të cilat po operohet duket, domethënë që realisht unë jap drejt, domethënë kur ikën me çështjen e maceve të mive, dhe ky është një aksion me njohur, por që në rastin konkret fakti që është përmendur kaq shpesh, unë mendoj se ka qenë e shtyr për të thënë, jo se ka ndodhur një gjë e tillë. Domethënë, vëmendja, dhe nëse i lexojmë gjitha raportet, qoftë progresa raportit, deklaratat e ndryshme, mua më duket se ka pasur një lloj unisoni. Aq më tepër kur kjo është shoqëruar jo vetëm me vizitat domethënë të SPAK-ut apo të asistencës së tyre, të ekspertëve të ndryshëm të amerikanë në Shqipëri në ndihmë SPAK-ut, por edhe në aspekte tjera, sidomos fushën ushtarake. Dhe në fushën rajonale, ku padyshim Shqipëria merr një rëndësi të veçantë. Pra, edhe baza në Kuçov, po ashtu zoti ambasador sot përmendi dhe Porto Romano. Që ishte një element që ishte shumë dhe në kohën tani që është tërheq nga Amerika, vërtet Shtetet Bashkuara mund të kenë hequr një pjesë të trupave tyre nga Gjermania, por kjo nuk është parë në zonën e Ballkanit Perëndimor. Në Kosovë. Rasti i Kosovës është shkaku më i qartë. Gjë që dëshmon bile edhe mbështetje që po japin vetë Kosovës për të futur në NATO dhe Kosovës vetë, është një tregues i vëmendjes madhe në rajon dhe veçanërisht në Shqipëri. Ne po merremi vetëm një anë që është vetëm aspekti i SPAK-ut, por unë mendoj se është shumë dimensionale kjo gjë. Pra jo vetëm në aspektin e drejtësisë. Të shkoj pak publicitet dhe